Horoskopi ditor e hënë 29 dhjetor 2025. Dashi. Sot thekson komunikimin dhe bashkëpunimin. Pasi Merkuri rreshtohet në mënyrë të favorshme me Jupiterin, mund të lindin mundësi për rritje në sferat profesionale. Nëse jeni të gatshëm të ndani idetë tuaja me të tjerët, qëndroni të hapur ndaj reagimeve dhe mos u shmangni debateve. Ato mund të çojnë në përparime. Marrëdhëniet personale janë në fokus dhe mund ta gjeni veten duke pasur nevojë të balanconi punën dhe jetën në shtëpi. Gjeni kohë për biseda kuptimplote me të dashurit. Një mesazh surprizë mund të ndryshojë perspektivën tuaj, duke ju treguar një rrugë të re. Në frontin e mirëqenies, nivelet e energjisë janë të larta, por keni kujdes të mos e teproni. Është jetësore të gjeni momente për vetëreflektim mes nxitimit. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm është i nevojshëm për t'i mbajtur gjërat e qëndrueshme. Shmangni blerjet impulsive. Përqendrohuni në qëllimet afatgjata. Me ndikimin e hënës, intuita juaj është rritur, duke ju ndihmuar të merrni vendime të shëndosha. Përqafojeni këtë ditë dinamike me besim dhe qartësi ndërsa universi ju udhëzon. Demi. Ndërsa Venusi harmonizohet me Saturnin sot, stabiliteti bëhet gurthemeli juaj, veçanërisht në sferat personale dhe financiare. Është një kohë ideale për të rivlerësuar angazhimet tuaja dhe për të siguruar që ato po i sjellin vlerë jetës suaj. Emocionalisht mund të ndjeni një rritje të përgjegjësisë ndaj familjes ose një miku të ngushtë, duke ju nxitur të veproni me dëmshuri. Durimi dhe iniciativat praktike do të japin fryte, veçanërisht nëse po merreni me qëllime afatgjata. Kini kujdes për shëndetin tuaj. Jepni përparësi ushtrimeve të moderuara dhe një dietë të ekuilibruar. Financat duken premtuese, me mundësi për rritje nëse mbeteni të disiplinuar. Merrni në konsiderat rishikimin e planeve të investimit për të përfituar nga trendet e favorshme. Një projekt krijues mund të tërheqë interesin tuaj, duke nxitur pasionet dhe duke ofruar kënaqësi. Angazhimet shoqërore do të sjellin gëzim. Prandaj bëni vend për një ose dy takime këtë mbrëmje. Energjia e ditës është e qëndrueshme dhe e qëndrueshme, duke ju ofruar një shans për të cimentuar themelet tuaja dhe për të përgatitur për të ardhmen me optimizëm dhe zell. Binjakët. Shtrirja kozmike sot aktivizon shtëpinë tuaj të komunikimit, duke i çuar aftësitë tuaja mendore në një nivel të lartë. Zgjidhja krijuese e problemeve bëhet e natyrshme, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për projekte ekipore dhe seanca për shkëmbim idesh. Venusi inkurajon ndërveprimet shoqërore, kështu që krijimi i rrjeteve mund të çojë në lidhje premtuese. Kushtojini vëmendje të madhe takimeve ose bisedave të rastësishme, pasi njohuritë e fituara mund të jenë të vlefshme. Në marrëdhënie, ruajtja e një ekuilibri midis të folurit dhe të dëgjuarit do të rrisë harmoninë. Luhatjet në rutinën e përditshme mund të kërkojnë fleksibilitet, por përshtatuni me to me lehtësi. Në frontin shtëpiak, një ndryshim i vogël mund të çojë në një përmirësim të ndjeshëm në hapësirën tuaj të jetesës. Financiarisht është më mirë të tregoni kujdes. Shmangni vendimet e nxituara ose investimet e rrezikshme. Në vend të kësaj, përqendrohuni në ndërtimin e njohurive tuaja në menaxhimin financiar. Sa i përket shëndetit, një qasje proaktive ndaj ruajtjes së rutinës mund të rrisë mirëqenien tuaj. Përqafojeni këtë ditë të gjallë me kuriozitet dhe një zemër të hapur për rezultatet më të mira. Gaforria. Ndërsa hëna ndriçon sektorin tuaj të shpresave dhe ëndrave, ju inkurajoheni të parashikoni mundësitë e ardhshme me optimizëm. Bashkëpunimi me individ me të njëjtat mendime do të përmirësojnë ndjekjet tuaja, qofshin profesionale apo personale. Sot, emocionet janë të thella, duke ju nxitur të kërkoni përmbushje në marrëdhënie të ngushta. Shprehja e ndjenjave me sinqeritet do të thellojë lidhjet dhe do të largojë keqkomunikimet. Sa i përket karrierës, qëndroni të hapur ndaj reagimeve. Kritika konstruktive mund të katalizojë rritjen dhe zhvillimin personal. Financiarisht, mbani një sy në sipërmarrjet e përbashkëta ose burimet e përbashkëta. Transparenca është çelësi për të parandaluar keqkuptimet. Aktiviteti fizik do të përmirësojë humorin tuaj. Prandaj merrni në konsiderat përqafimin e ushtrimeve për lehtësimin e stresit. Një hobi krijues mund të ofrojë një rrugdalje të papritur, duke rritur kënaqësinë e ditës suaj. Balanconi detyrimet tuaja me kohën personale për të ruajtur harmoninë në të gjitha fushat. Mos harroni, ushqyerja e aspiratave tuaja tani përgatit terrenin për arritjet e ardhshme. Qasuni sot me një përzierje guximi dhe ndjeshmërie ndërsa universi mbështet udhëtimin tuaj. Luani. Me diellin që energjizon shtëpinë tuaj të mirëqenies,
Përqendrohuni sot në vetëpërmirësimin dhe shëndetin. Kjo është koha ideale për të filluar një regjim fitnesi ose për të përmirësuar planin tuaj të përditshëm të ushqyerit. Në aspektin shoqëror, karizma juaj amplifikohet, duke tërhequr të tjerët drejt jush natyrshëm. Përfitoni nga kjo bukuri për të forcuar marrëdhëniet profesionale dhe për të krijuar rrjet në mënyrë efektive. Mundësitë mund të lindin nga vende të papritura, qëndroni vigjilent ndaj kontakteve të mundshme. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë vëmendje. Dëgjimi i thellë rrit mirëkuptimin dhe lidhjen. Ndërmarrjet financiare mund të kërkojnë një qasje më konservatore. Shmangni rreziqet dhe kërkoni udhëzime nëse është e nevojshme. Jeta në shtëpi mund të përfitojë nga vëmendja juaj, me çështje të vogla të mundshme që kanë nevojë për zgjidhje. Kreativiteti rrjet fuqishëm sot, duke ofruar njohuri dhe zgjidhje inovative për sfidat aktuale. Përqafojini këto për të rritur produktivitetin dhe kënaqësinë në projektet tuaja. Ndërsa dita zhvillohet, balanconi veprimin me reflektimin, duke u siguruar që të qëndroni të rënjosur fort ndërsa arrini ambicjet tuaja të larta. Virgjëresha. Sot premton një rrjet të qetë energjie ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, sinkronizohet me Marsin. Ky rreshtim rrit aftësitë tuaja analitike dhe vendosmërinë, duke e bërë atë një ditë ideale për të përballur me probleme komplekse dhe për të marrë vendime. Në punë do të shkëlqeni në projekte që kërkojnë orientim dhe saktësi të detajuar. Është gjithashtu një ditë e shkëlqyer për të adresuar strategjitë financiare, veçanërisht në lidhje me kursimet dhe investimet. Sa i përket shëndetit, krijimi ose mbajtja e një rutine për aktivitetin fizik dhe të ushqyerit do të rrisë vitalitetin tuaj. Dinamika ndërpersonale mund të ndihet e lartë. Merrni kohë për të angazhuar në biseda kuptimplote me të dashurit për të nxitur lidhje më të thella. Idetë e reja mund të ngjallin një interes për të mësuar ose për të fituar një aftësi që ndihmon në rritjen personale dhe profesionale. Daljet krijuese mund të ofrojnë një zbavitje të kënaqshme, duke ndriçuar shtigje të reja për relaksim. Qëndroni të hapur ndaj mundësive, pasi universi mund t'ju paraqesë mundësi të vlefshme që shpërblejnë disiplinën dhe zellin. Përqafoni ritmin e ditës me qetësi dhe qëllim. Peshorja. Ndikimet astrologjike të sotme inkurajojnë harmoninë dhe ekuilibrin, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Rreshtimi i Venusit dhe Hënës rrit aftësitë tuaja diplomatike, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për zgjidhjen e konflikteve ose negocimin e marrëveshjeve. Mund të gjeni sukses në përpjekjet bashkëpunuese, ku mirëkuptimi i ndërsjellë dhe kompromisi janë thelbësor. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve, pasi këto lidhje kërkojnë kujdes për të ruajtur ekuilibrin. Kreativiteti lulëzon, prandaj merruni me ndjekje artistike që sjellin paqe dhe kënaqësi. Financiarisht është e mençur të qëndroni të kujdesshëm. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në stabilitetin afatgjat. Shëndeti kërkon vëmendjen tuaj, duke ju nxitur të gjeni një ekuilibër midis punës dhe pushimit. Zbatoni teknikat e relaksimit si meditimi ose yoga në rutinën tuaj. Mirëqenia emocionale është e lidhur me mjedisin tuaj të jashtëm. Merrni në konsiderat pastrimin e hapësirës suaj për qartësi mendore. Lidhuni me natyrën ose eksploroni aktivitete në natyrë për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Përqafojeni sot me hir, pasi universi mbështet kërkimin tuaj për paqe dhe përmbushje. Akrepi. Transformimi është tema, ndërsa Plutoni ndikon në shtëpinë tuaj të burimeve, duke nxitur një rivlerësim të vlerave dhe prioriteteve. Financiarisht është një kohë ideale për planifikim strategjik. Merrni në konsiderat investimet dhe kursimet afatgjata. Intuita e rritur ndihmon proceset e vendimarrjes, duke e bërë më të lehtë të shohësh nën sipërfaqen e situatave. Në marrëdhëniet personale shfaqet një dëshirë për lidhje më të thella, duke nxitur biseda të sinqerta. Lejoni që cenueshmëria të forcojë lidhjet. Profesionalisht qëndroni të hapur ndaj të mësuarit dhe përshtatjes. Sfidat mund të lindin si mundësi për rritje. Shëndeti duhet të jetë një fokus. Integrimi i praktikave të mendjes dhe trupit rrit vitalitetin. Kreativiteti gjen mënyra unike për të shprehur. Eksploroni hobi ose aktivitete që stimulojnë imagjinatën tuaj. Ndërsa lundroni në ndryshim, inkurajoni qëndrueshmërinë dhe përqafoni fuqinë e transformimit. Mbështetuni në instinktet tuaja dhe vlerësoni aftësinë e udhëtimit tuaj për të rinovuar dhe rigjallëruar. Mos harroni, energjia qiellore e sotme ofron guximin dhe depërtimin e nevojshëm për të lundruar në peizazhin në zhvillim me besim. Shigjetari. Prania e Jupiterit rrit dëshirën tuaj për zgjerim dhe aventurë sot.
Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe shpirtin, siç është planifikimi i udhëtimit ose regjistrimi në një kurs të ri. Jeta profesionale përfiton nga një perspektivë e zgjeruar. Trajtoni projekte me talent krijues dhe fokus strategjik. Bashkëpunimi me kolegët mund të zbulojë zgjidhje inovative. Në një nivel personal, bisedat thellohen duke ofruar njohuri të reja në marrëdhënie. Përqafimi i pikpamjeve të ndryshme rrit mirëkuptimin dhe miqësinë. Financiarisht është një periudhë për maturi. Vlerësoni buxhetet dhe prioritizoni shpenzimet thelbësore. Ndikimi i diellit inkurajon vëmendjen ndaj shëndetit. Aktivitetet në natyrë favorizohen për rritjen e energjisë dhe humorit. Ekuilibri është çelësi. Siguroni kohë si për reflektim ashtu edhe për veprim. Ndërsa bie mbrëmja, relaksohuni me aktivitete që nxisin paqen, qoftë lexim apo shihim muzike. Besoni në procesin e sotëm, duke lejuar vetes të eksploroni përtej kufive dhe të zgjeroni horizontet. Të udhëhequr nga një ndjenjë e lindur qëllimi dhe kurioziteti. Britsjapi. Ndërsa Marsi energizon shenjën tuaj, shtysa dhe vendosmëria përforcohen, duke ju shtyrë drejt qëllimeve personale dhe profesionale. Tani është koha për të zbatuar plane që kërkojnë këmbëngulje dhe disiplinë. Në punë, cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë, duke e bërë më të lehtë drejtimin e ekipeve drejt suksesit. Çështjet financiare përfitojnë nga qasja juaj praktike. Rivlerësoni buxhetet dhe investimet për përfitime afatgjata. Në frontin shtëpiak, prania juaj sjell një forcë stabilizuese. Mbështesni përpjekjet familjare dhe ushqeni marrëdhëniet me gjeste të menduara mirë. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi aktivitetit fizik që plotëson natyrën tuaj ambicioze. Balanconi veprimin me pushimin. Angazhimet shoqërore mund të paraqesin mundësi rrjedhëzimi. Jini të hapur për të krijuar lidhje të reja. Kreativiteti mund të nxjisë interesa të reja. Eksploroni atë që rigjallëron pasionin dhe gëzimin. Ndërsa dita zhvillohet, qëndroni të vëmendshëm ndaj hollësive të jetës, duke përqafuar sfidat si katalizator për rritje. Besoni në aftësitë tuaja dhe shfrytëzoni energjinë kozmike për të ndërtuar themelet për arritjet e ardhshme me vendosmëri dhe vendosmëri. Ujori. Shtrirja kozmike e sotme nxjerr në pa inovacionin dhe ndërveprimin shoqëror. Ndikimi i Mërkurit inkurajon rrjedhëzimin dhe shkëmbimin e ideve, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për bashkëpunim dhe aktivitete në grup. Përqafoni përfshirjen e komunitetit. Kjo mund të hapë dyert për përvoja dhe miqësi të reja. Profesionalisht, idetë tuaja vizionare mund të çojnë në përparime nëse ndahen në qarqet e duhura. Financiarisht, strategjitë e guximshme mund të shpërblehen, me kusht që të jenë të bazuara në kërkime të hollësishme. Emocionalisht, liria dhe individualiteti luajnë role vendimtare në marrëdhënie. Sigurohuni që nevojat personale të përputhen me angazhimet. Shëndeti mbështetet nga stimulimi mendor. Angazhohuni në aktivitete enigmash, leximi ose mësimi për të qëndruar të mprehtë. Kreativiteti lulëzon. Ndiqni projekte që lejojnë të menduarit të orientuar drejt së ardhmes dhe qasje të reja. Balanconi spontanitetin me kujdes për të maksimizuar mundësitë e sotme. Besoni se perspektiva juaj unike është forca juaj më e madhe. Përqafoni ndryshimin me një mendje dhe zemër të hapur, duke lënë kuriozitetin të udhëheqë rrugën tuaj ndërsa universi favorizon vrrullin përpara. Peshqit. Prania e Neptunit në shenjën tuaj rrit intuitën dhe imagjinatën, duke e bërë ditën e sotme ideale për vetanalizë dhe eksplorim shpirtëror. Prekni në ndërgjegjen tuaj përmes meditimit ose ndjekjeve krijuese. Pasi njohuritë e fituara mund të ofrojnë udhëzime për çështjet personale. Profesionalisht, qasja juaj empatike mund të nxjisë punën në grup dhe të zgjidhë konfliktet, duke promovuar një mjedis pune harmonik. Financiarisht, qëndroni vigjilent. Mbajtja e të dhënave dhe shmangja e shpenzimeve impulsive do të sigurojë stabilitet. Në marrëdhënie, emocionet janë të thella. Shprehni ndjenjat me qartësi për të rritur mirëkuptimin. Energjia e hënës sugjeron ushqyerjen si të trupit ashtu edhe të mendjes. Merrni në konsiderat teknikat e relaksimit ose rutinat e mirëqenjes që përputhen me thelbin tuaj. Kreativiteti çon në përvoja përmbushëse, qoftë përmes artit, muzikës apo shkrimit. Angazhohuni në aktivitete që sjellin paqe dhe reflektim, duke i lejuar vetes të ndërroni përtej të zakonshmes. Ndërsa udhëtoni në përditën e sotme, qëndroni të lidhur me mençurinë tuaj të brendshme, duke besuar në udhëzimin e universit për të ndriçuar rrugën përpara me qartësi të butë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë,
për ne është një ndihmë e madhe.